Duke posë dhe dison nga ne fatkeqësisht ligjeruesit, të cilët kem qef nga njëherë Zotin, hasha vë billah, me paraqit si dikush me një shpot në dorë edhe veç prejnë edhe grinë. Duke ju qos fes nga ndalesa, nga haramet, duke mos e spjegu këtë fe tonë të ndritur të pastër nga lehtësirat, duke mos tregue mëshirën e pafundshme dhe të paimagjinueshme e të pakrahasueshme të Zotit tonë që kon ndaj ne njerëzve, me të cilën mëshirë ai, Allahu i jon, la ilaha illallah. Sinqerisht, kur e kujtoj këtë ngjarje, kur e kujtoj këtë porosi të pejgamberit alayhi salatu vesselam, them, po cilin besimtar nuk e fol Allahu xhelle shanuhu? Po cilin nga ne mund ta ketë derën mbyll te Zoti, nëse Allahu xhelle shanuhu poti me e pranue në mëshirën e tina edhe faraonin? E kujtoni ngjarjen e faraonit me Musen alayhi salam, me një pejgamber para Muhamedit alayhi salam. Ai nuk ishte lënë gjatë zez pa vonë. Ai madje i thonë të vetës, unë jam Zoti, s'ka Zot. Dhunë, terror, masakra, krime, luftë ndaj Zotit edhe ndaj të dërguarit e tij, ndaj Muses alayhi salam. Deri kur? Deri edhe në det. E ndjeki mrapa me pasuesit e tij, e kur u mbyll deti, e erdhi momenti i fundit faraonit me dhon shpirt, e kuptoj e po realitetin, e po të vërtetën, ju drejtoj të Musës edhe i thonte, o Musa, thuj Zotit tënë se edhe une po të besoj që të ashti, edhe une po binda që Zotit ju të është Zot, e une nuk jom kërkushi. E diçka na ka njoftu pejgamberi alayhi salatu vesselam përmes Xhibrilit alayhi salam. Thot, Allahu ka pas me ja pranu pendimin faraonit, veç mu kish drejtu e drejt për zdrejti mu më thonë mu, o Zoti i Musës, edhe unë po të besoj, kom pas me ja pranu e pendimin. La ilaha illallah. Nëse këtë krijes, nëse këtë njeri, që Allahu tani masanina e kalon shembull, edhe trupi i tij ekziston ende shembull për të secilin prej neve deri në kiamet, ka vendos, ka dosht me ja pranu e pendimin ati, cilit prej neve nuk ja pranon Allahu xhelle shanuhu pendimin. Madje Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, ai mëshiruesi dhe rahmetxhiu i madh, nuk pyet për nivelin e gabimit apo të mëkatit që ne i kemi. Vetëm pret ne të rikthehemi te ai me sinqeritet, me bindje se Allahu është falës, se Allahu është mëshirues, se 99 emrat e tij me të cilët e ka quajt ai veten e tij në Kur'an na i ka treguar se cilin nga ta janë emra rahmetxhi, mëshirues, mëshirbërës dhe shpresë dhënës për neve. Prandaj ta shohim Zotin ton te bareke ve teala si falës, si pranues të pendimit, të rikthehemi te ai ditën edhe natën, në çdo moment, në çdo kohë, në çdo vend,
pas secilës vepër, pas secilit mëkat, nuk ka gabim që mundet me e bo njeriu, që mundet me e kalu mëshirën e Allahut xhelle shanuhu. Madje Allahu xhelle shanuhu e pranon pendimin edhe mas mohimit të Zotit xhelle shanuhu. Edhe nëse hasha ve billah, edhe nëse bim në atë mëkatin më të madhin për të cilin Allahu ka thonë nuk e foli me po me dek me këtë bindje dhe me këtë gjendje që është shirku dhe pabesueshmëria, edhe prej këtij mëkati nëse rikthehemi te Zoti jon, Allahu xhelle shanuhu na pranon.